Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Grupi hetimor mori në pyetje 5 të mitur në kuadër të hetimeve për zjarrin që shkrumboi një pallat pranë QSU-s më 14 prill. Të miturit banor të godinës u identifikuan nga kamerat e sigurisë pranë një koshi me kartona që dyshohet si vendi i nisjes së zjarrit. Marrja në pyetje u krye në prani të prindërve e psikologëve. Në dëshmi mohuan çdo veprim të qëllimshëm duke deklaruar se pranë koshit pan një vazo nga ku dilte tym, ndërkohë burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se akti ekspertimi për përcaktimin e shkakut të zjarrit nuk ka përfunduar ende. Në masën detyrim për paraqitje po hetojnë 4 vetë për shkelje të rregullave për mbrojtje nga zjarri. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Bashkimi Evropian po bën një gabim serioz duke mos u angazhuar drejt për drejt me udhëheqjen ruse mbi një fund të luftës në Ukrainë, tha kryeministri Edi Rama për Politico. Mund të them se Evropa ka bërë një gabim të madh strategjik që ka ndërprerë çdo kanal me Rusinë, deklaroi Rama në një intervistë në Forumin Ekonomik të Delfit në Greqi. Vërejtjet shkojnë kundër qasjes së presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e kryediplomates Kaja Kallas që kanë shmangur kontaktin e drejt për drejt me udhëheqësit rus, përfshirë presidentin Putin. Për to, do tilla bisedime nuk janë të kuptimta nëse Moska është e vendosur të vazhdojë luftën. Kryetari demokrat Sali Berisha sot njoftoi datën e protestës së radhës të opozitës e bëri thirrje për pjesëmarrje. Me datën 8 maj të lam me njanë çdo pakënaqësi, të lam me njanë çdo mosmarrveshje dhe të bashkohemi kundër kreut të organizatës kriminale, kundër Edi Ramës dhe narkoministrave. Berisha ironizoi kryeministrin Edi Rama, të cilit ju referua si kameleone, siç u shpreh tani del dhe jep mësime Europës se çfarë qëndrimi të mbajnë ndaj Putinit. Ky është një kameleon pa shtyllë kurrizore para 3 muajve. Edi Rama në samitin politik të Europës deklaroi se Europa nuk ka nevojë për këshilla përtej Atlantikut. Tani Europa ka gabime të mëdha se nuk negocion me Putinin. Diktatorët, autoritar, totalitar, autokrat, çfarë do që t'jenë, për shkak të krimeve që kanë kryer, janë të gatshëm të bëjnë gjithçka, të thonë gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tyre. Nisja e dëgjesave të Komisionit të Reformës Territoriale nga ministri Ervin Demo konsiderohet si një sinjal i mirë për të vijuar me punën, edhe pse në ndalesën e parë në Lezhë, kryebashkiaku Pjeri Ndreu pati kritika duke thënë se po uzurpohen kompetencat e pushtetit vendor. Demo shprehet se puna e komisionit bazohet te diskutimi për funksionet e bashkive. Unë mendoj që mendimet e të gjithë aktorëve, patjetër duke filluar me kryetarët e bashkive, por jo vetëm, duke vazhduar edhe me anëtarët e këshilleve bashkiak, qarqet janë të përfshira, qytetarët po ashtu, duhet patjetër të japin qëndrimet e tyre për sa i përket reformës. Ka shumë për diskutuar për shumë prej çështjeve që dhe kryetari i Bashkisë Lezhë ka ngritur. Ajo çfarë unë di të them është që pikërisht reforma territoriale dhe komisioni i posaçëm është aty për të adresuar shpeshherë disa elementë që kanë të bëjnë me funksionet e bashkive. Kuptohet që qeveria qendrore nuk do të bjerë gjithmonë dakord me bashkitë. Unë kam qenë vetë kryetar bashkie. Lajme nga rajoni. Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshje ndërkombëtare për anëtarësimin e vendit në Bordin e Paqes nis me presidentit Donald Trump për zgjidhjen e konflikteve në botë. 103 deputet votuan pro, nuk pati vot kundër e abstenim. Nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe Opozita u tha se anëtarësimi në këtë bord është në interes të Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me burgim të përjetshëm Blagojes Pasojević dhe Vladimir Tollić për sulmin e armatosur në Banjsk, ku u vra rreshteri Afrim Bunjaku. Dušan Maksimović u dënua me 30 vjet burgim. Gjykatësi tha se qëllimi i grupit ishte destabilizimi i Kosovës dhe bashkimi i Veriut me Serbinë. Prokuroria speciale paralajmëroi përpjekje për sjelljen para drejtësisë të tjerëve, përfshir Milan Radojčić. Ministri i Brendshëm e vlerësoi vendimin si mesazh të qartë. Kush cënon shtetin dhe policinë do të përballet me drejtësinë. E sotmja është ditëzia shtetërore në nderim të jetës dhe veprës së akademikut Recep Qosja. Flamujt janë në gjysmështisë në të gjitha institucionet shtetërore e publike të Republikës së Kosovës. Recep Qosja ndroi jetë një ditë më parë në moshën 89 vjeçare. Lajme nga bota.
Ushtria amerikane po përgatit plane emergjence për të goditur mbrojtjet iraniane në ngushticën e Hormuzit nëse armpushimi brisht dështon. Fokusi është neutralizimi i minave iraniane, anijeve të sulmit të shpejtë, e kërcënimeve bregdetare që të mbahet e hapur ngushtica përmes së cilës kalon 20% e naftës botërore. Ndërkohë, presidenti Donald Trump urdhëroi forcat amerikane të shëllojnë mbi çdo anije që kape duke vendosur mina në ngushticën e Hormuzit dhe njoftoi se armpushimi midis Izraelit e Libanit u zgjat për 3 javë të tjera. Sipas Reutersit, një email i brendshëm i Pentagonit sugjeron mas kundër aleatëve të NATO-s që konsiderohen të vështirë në konfliktin SBA-Iran përfshir mundësinë e pezullimit të Spanjës nga aleanca. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez u përgjigj duke deklaruar se vetëm aktet formale janë të vlefshme. Parashikimi i motit. Moti vjoni kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, por nuk mungojnë alternimet me vrenësira të pakta deri mesatare, ndërkaq temperaturat variojnë në vlerat 5 në 22 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Armilda Methasani. Kjo është Top Albania Radio.